Ju përshëndet zonja dhe zotrinj, ju ftoj të na ndiqni, jemi në këndin e të ftuarit, do të flasim për zhvillimet brenda Partisë Demokratike, kemi në lidhje direkte tani Ervin Saliani, ish deputeti i Partisë Demokratike. Saliani, përshëndetje. Përshëndetje. Na përkon intervista me 35 vjetorin e Partisë Saliani, themele në liri, demokraci, lëvizja për liri, demokraci, forca e parë politike pas rrëzimit të diktaturës, le të themi, si ju gjen ky 35 vjetor? Diskutimi duhet të nisim me urimin për gjithë demokratët, por edhe për Shqipërinë, që forca e parë politike në pluralizëm, që solli pluralizmin, por edhe që grumbulloi dhe arriti të formalizojë gjithë energjinë e rinisë dhe të intelektualëve në vitet 90 për të bërë partia politike më e rëndësishme e tranzicionit, partia që solli pluralizmin, që ka bërë ndryshime epokale në Shqipëri dhe që ka orientuar Shqipërinë me fytyrë nga perëndimi, kështu që pa diskutim urimet më të mira për gjithë demokratët edhe për qytetarë shqiptarë për një parti politike, po themi, të këtij profili, partia më e bukur e lindjes e ke quajtur Kadaret, duke qenë se jam edhe në Gjirokastra dhe kjo shpjegon edhe kushtet pse jemi në kushte pak më të vështira për lidhjen me ju. Dhe për të përgjigjur pyetjes, pa diskutim që Partia Demokratike sot nuk është në ditët e saj më të mira, por besoj që do të bëjmë gjithçka që Partia Demokratike të jetë figurë meriton. Saliani, ju keni nisur takimet me strukturat, një përpjekje pakthime cilësoni juve për ta zgjuar, ripërtërir, bashkuar drejt fitores. Ndërkohë është nismë lëvizje, fraksion, thoni quajeni si të doni, pse duhet ta vendosim ne këtë etiketim, nuk e keni ende përcaktuar çfarë janë këto takime? Dhe si vijon agenda, meqense thoni faza e parë është zgjimi, si vijon? Është pa diskutim që ne jemi Partia Demokratike, demokratët janë Partia Demokratike, ne kemi këtë mendim që e kemi shprehur, kurse nuk është një fraksion, ne jemi në Partinë Demokratike, brenda Partisë Demokratike, funksionar dhe antar të Partisë Demokratike, por që kemi një mendim, po themi të caktuar, që nuk e di se sa është në çfarë masa, është të shohim nga takimet, që Partia Demokratike duhet të zgjohet, duhet të ripërtërihet, duhet të reformohet, por duhet bërë me hapa shumë të shpejtë. Drejt për drejt, po? Po, pra duhet të ecim me ritme të shpejta, me hapa të shpejta. Qartë, Saliani, pak më parë hasa në një status diku të një demokrati, do të thoja nga ata që kanë sakrifikuar personazhi i njohur i 2 prillit, më lejo të them, dhe kishte një status shumë interesant dhe të gjitha ai çfarë i ka ironizuar, unë doja t'i bëja në formën e pyetjes në adresën tuaj. Në Partinë Demokratike antarët dëgjohen, në Partinë Demokratike ka meritokraci, në Partinë Demokratike vendos vota, vlerësohet kontributi, nuk harrohet sakrifica, sanksionohet liria e të shprehurit, statusi i partisë është Bibla dhe Kurani, strukturat janë më eficiente se kurrë, pakënaqësitë nuk ekzistojnë, leadershipi gëzon për krajën e plot bazës. Çfarë mund të thoni në lidhje me të gjitha këto? Besoj që është ironia, pra ju lutoni. Pra kushdo që e kanë thënë duhet që është ironi, pra nuk jemi në kushtet e strukture eficiente, nuk jemi në kushtet e zbatimit të rregullave meritokratike, nuk jemi në kushtet ku promovohet dhe ka rregulla të qarta për promovimin e karrierës në Partinë Demokratike, nuk jemi fitues, nuk jemi, po themi, në takime afër qytetarëve, nuk dëgjohet zëri i anëtarësisë, ashtu siç duhet të dëgjohet. Kështu që janë të gjitha besoj një ironi që me të drejtë cili do prej demokratëve mund të bëjë. Por edhe nëse kushdo e shkruan po themi me të drejtë në vetë që të mendoj që është ashtu, unë do ta respektoj gjithsesi. Natyrisht takimet tuaja do të vijojnë, Saliani, po ishte edhe pika e fundit dhe do ta konsideroja ndër më të rëndësishmet, leadershipi gëzon për krajën e plot
të bazës, ju kemi dëgjuar, i keni theksuar disa herë, keni marrëdhënie shumë të mira me kreun e Partisë Demokratike Sali Berisha, angazhimi juaj nuk është agjend personale dhe nuk ka të bëjë, thoni ju, me karrierën brenda Partisë Demokratike. Njëherë pse e përjashtoni mundësinë e karrierës brenda Partisë Demokratike dhe pse kjo domosdoshmëri për të theksuar marrëdhëniet e mira me kreun e Partisë Demokratike? Shiko, kjo është për një arsye, për ta kuptuar cili do që unë nuk kam një, po themi, kjo lëvizje po e quajmë kështu, nuk ka në një arsye që unë po themi kam në një risk në karrierën time personale. Pra unë e bëj sepse dua që Partia Demokratike të jetë fituese, dua që kontributi, sakrifica, vlerësimi që marrin demokratët me votë t'ju kthehet ashtu siç ata e mendojnë. Kështu që në këtë kuptim kjo është i vetmi dimension ndjesa dhe njerëz, sepse e thashë kushtet të vështira duke qenë se janë birokratër dhe donin patjetër jeni mirë kuptuar Saliani. Rëndësika çfarë themi? Së bashku, edhe një herë tjetër e ritheksoj që bëhet vetëm për arsye të riformatimit dhe të riportëritjes Partisë Demokratike për të bërë Partinë Demokratike fituese. Pra i vetmi qëllim që ne kemi dhe që unë personalisht kam është që Partia Demokratike të jetë një parti fituese. Takim me doktor Berishën nuk e keni gjykuar të dobishëm, e kemi dëgjuar që ka thënë ka kërkuar takim doktori Ilir Ali Mehmeti. Kjo zgjedhje juaj pse, Saliani? Kemi takuar shpesh, nuk diskutojmë në kryesi shpesh, por mendoj që duke qenë se nuk po ecim me ritme të duhura dhe jam ftuar dhe jemi ftuar në shumë zona për të diskutuar me demokratët për problematikat e tyre, politikanët janë përfaqësues të interesave të qytetarëve, në këtë rast përfaqësues të interesave të demokratëve, të cilët kanë sakrifikuar shumë për Partinë Demokratike dhe unë nuk mund të lej qoftë një demokrat nëse do të ishte, unë shkoj çdo cep Shqipërisë për ta dëgjuar. Jo më kur janë qindra demokratë të cilët më kërkojnë që të diskutojmë ata për shqetësimet që kanë për Partinë Demokratike dhe më pas për të ardhur momenti për të dhënë zgjidhjen apo propozimet për zgjidhje siç demokratët e mendojnë në mban Shqipërisë. Pra, as për ta informuar për takimet që keni zhvilluar, nuk e keni parë të dobishme? Këto janë takime publike, pra informimi është i qartë, por kur të kemi një, po themi, panoramë të qartë të gjithë shqetësimeve që janë në të gjithë zonat e Shqipërisë, po diskutim që ne do të diskutojmë, ne jemi një parti politike. Dhe mendoj që kjo, po themi, kjo mënyrë e takimit dhe organizimit e lëvizjes i bën mirë Partisë Demokratike, ka zgjuar Partisë Demokratike, ka bërë që të jetë më afër demokratëve, të dëgjojnë më shumë shqetësimet e tyre, të kontaktohen, të telefonohen, të mos janë praktikë se që qenë deri në këtë moment që janë 7 muaj pas zgjedhjeve të 11 maj. Saliani, nga takimet e deri tanishme, natyrisht ju do t'i vijoni, cilat kanë qenë ndër shqetësimet apo propozimet më të rëndësishme nga antarësia që keni takuar? Cili është problemi ose krye problemi në këtë? Qarta të lojës për promovimin e karrierës, mos respektimi i mendimit të antarësisë, neglizhenca për t'i takuar 7 muaj pas zgjedhjeve, po themi komandimi pa pyetur antarësinë i drejtuesve të partisë, mos angazhimi i dur në fushat elektorale, pra ka shumë elemente të cilët demokratët po e shprehin dhe që do të vi momenti që do të jenë një, po themi, me pika caktuara në një dokument. Po në këtë fazë jemi në fazën e dëgjimit të çdo shqetësimi të antarësisë, kudo ku ata e shprehin atë shqetësim dhe sot ka prej një kohe të gjatë, pra ka thuaj se një javë që është saktuar që ditën e sotme, pra jemi në Gjirokastër edhe për të festuar për festën e partisë, por edhe për të diskutuar dhe për të dëgjuar shqetësimet e demokratëve në lidhje me se si Partia Demokratike bëhet një parti fituese. Saliani, në gjykimin tuaj, si janë pritur takimet që keni zhvilluar ju? A ka njerëz, individ në Partinë Demokratike që nuk i kanë qejf, nuk i kanë mirë pritur, apo le të themi kanë frikë nga hapja e partisë, zërat ndryshe? Shko, Partia Demokratike janë antarë të Partisë Demokratike. Në Partinë Demokratike u respektoj çdo mendim ndryshe, apo mendim që mund të jetë ndryshe me imi, apo kundër mendimeve të mia apo të grupimit që e kemi menduar
lëvizje, por unë besoj që kjo i bën vetëm mirë Partisë Demokratike, i jep më shumë energji, i jep më shumë vëmendje, i jep më shumë mundësi për të diskutuar për të, i jep më shumë mundësi për të përfshirë njerëz dhe për të dhënë zgjidhje. Kështu që e respektoj cilin do që mendon ndryshe, por ju shikoni dhe e keni parë në Durrës të paktën, besoj që do shihni edhe në takimet e tjera që ka një entuziazëm dhe ka një pritshmëri dhe një nevojë të jashtëzakonshme për të ndryshuar gjërat në Partinë Demokratike. Dhe e shohte në reagime, e shohte në kontakte, e shohte në bisedat me njerëz, të cilët po themi e kanë mezi pritur këtë nevojë, e kanë pritur një uri të jashtëzakonshme për të ripërfshirë në strukturat e Partisë Demokratike. Saliani, ju keni deklaruar që Partia Demokratike ndodhet në një status quo që sipas jush i shërben qeverisë. Cilët janë përgjegjësit sipas jush, nga duhet filloj përgjegjësia, ku duhet përfundoj? Unë mendoj që përgjegjësi mund të ketë cilin do. Pra, ku diun, pa përshkruar skandale, nëse bërti isha në fushat, por shkruar të caktuar nuk kanë qenë. Unë jam i bindur që status quo-ja intereson qeverisë dhe Edi Ramës, sepse ndryshimi do të japi tjetër dimension forcës ka Partia Demokratike. Në kushtet e sotme kur Partia Demokratike i ka humbur zgjedhjet dhe Edi Rama ka fituar zgjedhjet me një diferencë pa diskutim, duke i përdorur gjithë elementet, duke deformuar vullnetin e zgjedhjeve, apo i ka vjedhur zgjedhjet me format të tillë si asnjëherë nga viti 2013, ne jemi të detyruar që të ndryshojmë. Të mendoj unë, sepse nëse qëndrojmë kështu, do vinë zgjedhjet e tjera, do qajemi prapë, do themi prapë që na i vodhi Rama, do themi që i përdori këto, ne duhet të kemi mekanizmat si ta mbrojmë voton dhe mekanizmat se si ta tejkalojmë të gjithë deformimin e vullnetit të zgjedhjeve që bën qeveria dhe Edi Rama. Dhe në fakt këtu është pika ku ju ndaheni, sepse kemi dëgjuar që ditët e fundit, në protestat foltore të fundit, kreu i Partisë Demokratike Berisha, po dhe shumë të tjerë thonë zgjedhje me Edi Ramën, s'ka. Ju thoni ka zgjedhje me Edi Ramën, ne duhet ta bëjmë partin gati për të fituar zgjedhjet me Edi Ramën. Thoni Edi Rama e ka marrë peng politikën për hallet e veta, si fitohen zgjedhjet me Edi Ramën, Saliani? Unë them atë që është e vërtetë, nuk them që Edi Ramën bën zgjedhje. Unë them që ne duhet ta mundim Edi Ramën në çfarë lloj forme. Pra, unë nuk them dot që sa herë para zgjedhjeve, domethënë deri sa afrohet fushata, do themi zgjedhje me Edi Ramën nuk ka. Muajin e fushatës themi do ta mundim me Edi Ramën, pastaj pas zgjedhjeve themi që Edi Rama na i vodhi prapë. Unë them duhet ta gjejmë mekanizmin përpara, nëse ne themi që zgjedhje me Edi Ramën nuk ka për pas zgjedhjeve dhe ne duhet të pamundsojmë zgjedhjet. Nëse themi që ne arrim ta tejkalojmë të gjithë përqindjen e votës së deformuar që bën Edi Rama dhe qeveria e tij, me vjedhjet, me korrupsion, me përfshirjen e krimit, me gjithë strukturën e ngrijinën kriminale që kanë ngritur, atëherë hajde ta zgjidhim. Pra, unë jam duke thënë të flasim hapur dhe të mos bëjmë sikur nuk ka ekzistuar. A kemi thënë, a ka thënë Partia Demokratike dhe ne të gjithë pa përfshirë këtu në këtë rast, po përfshirë dhe vetëm. A shtën që me Edi Ramën nuk ka zgjedhje dhe kemi hyrë në zgjedhje gjithkohon? A kemi thënë, a shtën që zgjedhjet nuk do viten se ne do t'i mbrojmë, a vodhen zgjedhjet prapë? A duhet i themi hapur këto për të diskutojmë edhe këtë gjejmë zgjidhje, apo duhet bëjmë prapë me gjasme dhe ta mbajmë Partinë Demokratike në një stagnacion dhe status quo ku nuk kemi alternativë. Kjo është ajo që unë mendoj. Ju keni kërkuar gjithashtu, e keni quajtur papërgjegjshmëri historike, pengmarrjen që Edi Rama i ka bërë politikës për hallet e veta, dhe thoni qeveri tranzitore. Sa gjasa ka të ndodhë, Saliani, kjo? Dhe nëse ndodha, është gati Partia Demokratike? Unë mendoj që Shqipëria për shkak të situatës të autokracisë së plotë, ku qeveria, ose më saktë Edi Rama, kontrollon gjithçka dhe vullnetit e Edi Ramës i nështrohen të gjitha institucionet, pa kërkuar për kushtetut, për ligje dhe për asgjë tjetër, duhet të gjejmë mekanizmin e duhur si e largojmë. Dhe rrugët mund të jenë të pafundme, pra rrim të Zotit janë pafundme. Ne duhet gjejmë rrugën e duhur dhe duhet të diskutojmë se cila është rruga e duhur, si mendojnë demokratët që është rruga e duhur dhe të gjitha elementet me radhë. Ka propozim që mund të ketë qeveri tranzitore pa Edi Ramën, po jo bashkëqeverisje, jo duke u përfshirë PD dhe PS, pra Partia Demokratike duhet të jetë larg çdo lloj
ulje apo diskutimi me Edi Ramën dhe me të dërguarit e tij. Saliani, në gjithë këto vite intervistave politikanët, çfarëdo pyetje bën gazetari, politikani jep përgjigjen e tij, nuk po them me këtë që ju nuk jeni koherent në përgjigjet dhe pyetjet, por nuk më keni kthyer akoma përgjigje për fazën e parë të protestës tuaj që është zgjimi, bashkëbisedimi dhe si vazhdon. Kjo nuk është protest, kjo është diskutim. Takimeve ndjes, se ju nuk ishit për protesta. Si videon, do të u them si vazhdon, do të u them kur të vendosen si do vazhdojmë. Pra nuk ka ende një mendim politik për te fazës parë. Mbas një viti. Nuk ka ende një mendim politik për te fazës së parë të zgjimit, Saliani, ende nuk është pjekur, le të themi. Nuk është momenti për të zhvendosur fokusin nga shqetësimet që kanë demokratët. Faza e parë është të diskutojmë për shqetësimet, të pranojmë shqetësimet që kanë demokratët, të gjejmë smundjen që kemi dhe pastaj të themi për ilaçin atë. Ne jemi në fazën ende që nuk pranohet që kemi probleme. Ndërsa unë mendoj që unë dhe shumë demokratë mendojnë që ne kemi disa probleme që duhet të zgjidhim me veten. Kështu që në këtë fazë kur dikush thotë jemi shumë mirë dhe dikush thotë kemi disa probleme, nuk kemi se si të japim ilaçe. Kështu që do vijë faza ku ne mendojmë që do jetë propozimi i cili është ilaçi i duhur për të zgjidhur. Do me thënë, do të presin sërish qytetarët të zgjidhen problemet brenda Partisë Demokratike që pastaj të zgjidhet problemi i madh Edi Rama në këtë rast. Qytetarët janë në drejtë në tyre ta presin zgjidhjen që ditë më sotme, por kjo nuk kam, po themi, stop magjik. Unë kam një detyrim që si përfaqësues politik i demokratëve, por e kam bërë këtë me çdo qytetar kur kam qenë në parlament, të shkoj dhe të jap zë shqetësimeve të qytetarëve. Për mua duhet zgjidhur që sot. Po kjo nuk varet plotësisht nga unë dhe unë prandaj po përpiqem që të takoj njerëz dhe të tregoj që ne kemi njerëz, që ne kemi mundësi të japim zgjidhje dhe që duhet të japim zgjidhje një orë më parë për të larguar Edi Rama. Edi Rama nuk është se, po themi, pati apo ka në një kujdes për Partinë Demokratike, ka kujdes të shkatrojë Partinë Demokratike si çdo autokrat. Dhe duhet të jemi ne demokratët që të kujdesemi këtë Parti Demokratike të rritet, fuqizohet, të bashkohet dhe më pas të hapet për të përfituar. Saliani, ju kemi parë prezent ndryshe nga që raportonin të gjitha mediat para se të niste protesta foltore përpara kryeministrisë, ku të gjitha mendsonin që ju nuk do të ishit, ju në fakt ishit prezent për shtypja që kishit, pjesëmarrja e qytetarëve. Unë kam menduar që në nisje të asaj proteste, e themi që unë kam menduar që të jetë protestë dhe të jetë revoltë. Është vendosur që të jetë një foltore parlamentare qytetare, për të cilën unë nuk jam entuziast, më them drejtën, unë nuk mendoj që Edi Rama rrëzohet me një muzikë, por unë jam jo vetëm i detyruar, por do të jem kudo ku ka protesta, i detyruar të tim që është vendimare partijake që unë jam i detyruar ta respektoj, si antar kryesie, por nga ana tjetër unë do të jem kudo ku ka, po themi, forma të reagimit kundër qeverisë dhe Edi Ramës. Pra, ne nuk kemi lëvizur, ne jemi në Partinë Demokratike, jemi Partia Demokratike, por që nuk besoj që ka ndonjë lajm. Edhe një arsye pse mos jem në një protestë kundër qeverisë së Edi Ramës, nëse nuk jam fizikisht për shkak të angazhimeve të tjera, por do të jem pamundur për të qenë kudo ku ka protesta kundër qeverisë dhe kundër Edi Ramës. Ndërkohë, në protestën e fundit foltore u komunikua që përgatiten për protestën kombëtare, Saliani. Mirë tek protestat foltore nuk ka rëndësi numri, sepse është një platformë parlamentare. Të paktën ky ka qenë diskursi politik. Nëse më pyesni mua, për mua numrat kanë rëndësi në çdo protestë. Prandaj nënvizova që ky ishte diskursi i politik nga foltoria në bulevard. Si do motivohen qytetarët për protestën kombëtare dhe a do të kontriboni edhe juve me takimet tuaja me strukturat për pjesëmarrje më të madhe? Patjetër, gjithçka që kanë mundësi dhe në takimet që bëjmë me strukturat, me demokratë, do të jenë terren për të ketë protestë, për të grumbulluar, për e quajtur kështu, për të takuar, për të bërë pamundur të çojë mesazhin e opozitës për të protestuar kundër Edi Ramës. Por për momentin nuk ka një vendimare për protesta, unë besoj që duhet sa më shpejt që të jetë mundur, sepse skandalet e qeverisë janë në përmasa të mëdha, ose apo aq të mëdha sa llogarimi 50 milionë euro një dorë po skandali i fundit.
Qartë, Saliani, po rolin e ndërkombëtarëve, lobimet e Partisë Demokratike, Berisha u zgjodh së fundmi nën kryetar i CDI-s, rezoluta e miratuar, a mjaftojnë dhe çfarë duhet bërë më mirë në gjykimin tuaj? Është lejmi mirë çdo rezolutë, pa diskutim që rezolutat që sankcionojnë janë të përksatat që sankcionojnë Edi Ramën dhe qeverisjen e tij si autokraci, si një autokraci që ka problem me lidhjen me krimin organizuar, me krijimin e karteleve, me kapjen e pushtetit, me dënimin dhe përdorimin politik të drejtësisë. Por nëse nuk ka reagim në Shqipëri, janë të pamjaftueshme. Ato janë rezoluta të cilat pa diskutim janë nxitje për të pasur reagim në Shqipëri. Është domosdoshme që ne të reagojmë dhe të kthejmë ato në aksion politik. Saliani, ju ndodheni në Gjirokastër, nuk dia keni patur mundësi të ndiqni seansën plenare ku u diskutua për kandidaturat e avokatit popullit, më konkretisht për firmat. Kjo komedia e zezë, them me shumë keqardhje për këto firma të komanduara qoka për të gjithë, që pastaj tentohen për të tërhequr në kuvend. Më lejo të pyes drejt për drejt, nëse ju do t'ishit deputet i Partisë Demokratike, si do t'kishit vepruar dhe për cilin nga kandidatura do t'kishit firmosur? Unë jam i bindur që, siç e tha edhe doktori dje, që është kryetari i partisë zoti Berisha, që është bërë gabim. Dhe për këtë gabim duhet të ketë përgjegjës. Partia Demokratike qartësisht duhet të dërgonte vetëm një emër për të mbështetur. Duhet të diskutonte në grup parlamentar, duhet të diskutonte në kryesi dhe duhet të zgjidhte dhe të përzgjidhte një emër për të mos i lënë mundësi Partisë Socialiste që të përzgjedhë ajo mes emrave që çon Partia Demokratike. Kështu që ky është një gabim dhe një gabim që duhet të ketë përgjegjësi, sepse ne u bë shumë herë, lam mandatet, thamë u bë gabim, lam bashkitë, do të tha, pavarësisht se unë kam qenë të paktët që kanë qenë kundër. Lam bashkitë, thamë u bë gabim, u votua reforma në drejtësi, braktisë reforma territoriale. Pra gabimi që grupi parlamentar i Partisë Demokratike është i paqartë dhe gjendet përballë kushteve ku krijon perceptimin që ka një pazar me Partinë Socialiste është i pafalshëm për demokratët dhe është një gabim i rënd i cili duhet të mbajë përgjegjës cilin do që e ka menaxhuar në këtë formë të situatë. Qartë. Saliani, më lejo të pyes. Dhe nëse më pyesni për emrat, ndjes se nuk duhet të shmangen, ka emrat që kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm për Partinë Demokratike. Besim Drejgjoni është përfaqësues i stresës për ndjekurve politik, është një stres e cila nuk ka marrë vlerësimin e tij në Partia Demokratike. Adriana Kalaja ka bërë betejë të jashtëzakonshme për te, po themi, çdo imagjinate për Partinë Demokratike. Apo ishte Skënderja Luçi që mund të ishte thua ashtu, është Tartar baza që ishte jashtëzakonshme. Pra ka figura të jashtëzakonshme të cilët Partia Demokratike për shkak të kontributit, për shkak të trashëgimisë mund të kishte mbështetur, po duhet bënte proces. Pra këtë, ky është një prej elementeve që unë e kam thënë kudo dhe ja ku ndodhi që Partia Demokratike nuk është e qartë në vendimarrjet e veta, merr kosto për shkak të gabimeve dhe i lë mundësinë opinionit publik që të mendojë që Partia Demokratike është në pazare. Dhe këto i keni thënë edhe në forumet e Partisë Demokratike, Saliani? Unë nuk jam në grupin parlamentar, pavarësisht se mendohet që unë jam deputet, unë jam ndaluar për shkak të dënimit të Jo, flas për forumet të tjera të Partisë Demokratike. Nga Edi Rama, dhe e kam thënë sa herë që pyetem, për këtë rast nuk jam pyetur, nuk ka pasur një diskutim kryesinë e Partisë Demokratike, ka qenë grupi parlamentar që e ka menaxhuar, dhe unë po ju them këtë që ka ndodhur. Qartë. Do më lejoni tani t'ju bëj pyetjen e fundit, si ka qenë 2005 për ju, edhe nuk e përjashtoj këtu edhe personalen edhe publiken, se kanë qenë të gërshetuara në fakt për ju në 2025. Flas për ditët, javët, muajt e heqjes së lirisë. Ka qenë një vit i vështirë, shumë i vështirë, privimi nga liria apo mungesa e lirisë. Po themi, kur e provon, kur çdo që e ka provuar, e kupton se sa e rëndësishme është liria, është më e rëndësishme dhe prandaj do sankcionohet si në çdo kushtetutë dhe në çdo akt si mbrojtje kryesore që bëhet ndaj çdo individi janë lirit. Ndalimi çdo lirie, i lirisë për të lëvizur, i lirive politike, i lirive për të shprehur dhe për të komunikuar.
Pra ka qenë një vit i vështirë në pikpamjen po themi të sakrificës personale dhe pa diskutim një vit i vështirë ku në burg ashtu pash një fushat apo siç e pas një fushat, ishte një fushatë e vagët dhe një rezultat shumë i keq për Partinë Demokratike që i rëndori më shumë po themi situatën e përjetimit personal, besoj e ka pasur çdo demokrat këtë përjetim. Pritshmëritë dhe sfidat për 2026-ën, Saliani? Përmirësimi i Partisë Demokratike, kthimi i Partisë Demokratike në një parti fituese dhe dhënia e kontributit se si Partia Demokratike ta bëjë një parti fituese. Ervin Saliani, ju falenderoj që me gjithë angazhimet e ditës gjetët kohën. Shumë kënaqësi dhe ju kërkoj ndjes për shkak se gjetëm një zyrë diku për të folur në kushte më po themi jo të duhurat, por komunikimin me ju dhe me publikun e kam shumë të rëndësishme dhe për shkak se ju dhash fjalën jam shumë pavarësisht me këto situata. Kështu që ju falenderoj shumë. Saliani, faleminderit. Diskutuam me Ervin Saliani, ish deputeti i Partisë Demokratike, për zhvillimet brenda opozitës, brenda Partisë Demokratike dhe jo vetëm, cekëm aktualitetin politik. Ju falenderojmë për vëmendje.